Miqtemi, në 100 dit, Shqipëria do ketë listën e ilaçeve që rimburson Republika Italiane, 100% të rimbursueshme. Zotimi im është për fermerët e Elbasanit, të qarkut të Elbasanit dhe Shqipërisë, se në 100 dit do të pesfishohen subvencionet për çdo fidan, për çdo kokë bagti, për çdo njësi prodhimi, se në 100 dit taksa armiqësore asimetrike do zhduket dhe do vendoset një lloj në shitje dhe blerje, se në 100 dit prodhimet e tyre bujqësore do mbrohen në çdo sezon, dhe se do investohet, do të fishohet buxheti për bujqësinë. Jam këtu për të dhënë fjalën se në 100 dit në spitalet tona nuk do mund të mungoj asnjë ilaç për të smurt tanë. Jo dhe jo, do mjekohen me dinjitet. Miq, të gjitha këto japi një frymarrje 3 për çdo njeri. Të gjitha këto krijojnë një mundësi 3 për çdo shqiptar. Të gjitha këto janë respekt, dinjiteti për ata qindra mira, burra dhe gra të thinjur që kanë shkruar jetën për Elbasanin dhe Shqipërisë dhe tani trajtohen në mënyrë poshtruese nga kjo qeveri. Me të gjitha këto që unë përmenda, s'bëjmë asgjë tjetër vetëm ja u kthejmë parat ju, parat tuaja, parat që merr nga taksat tuaja. Dhe kjo është detyrë moral, ligj, kushetut për çdo qeveritar. Të dashur qytetarë dhe qytetarët e Elbasanit, këto janë jetike, por kemi një gjë tjetër. Ne përballemi sot me një rrezik ekzistencial që kur ndonjëherë asnjëri prej nesh nuk e kishte përftyruar. Cili qytetar nga Elbasani apo cili shqiptar mund të mendonte se do vinte një ditë që ne që jemi këtu të kemi kombi shqiptar të ketë treguesin e lindshmërisë në të ulti në botë. Dhe gjitha kjo për shkak se në 10 vite 620.000 treja dhe tri u larguar nga Shqipëria. Kush mund të mendonte nga ne miq se sot do kishim rrethe me 13 linje në një vit. Do kishim qytete se ka me një lindje në vit. Çfarë ç'është, a nuk është kjo një hata për të ardhmen tonë? Të gjitha këto erdhen me një moto, letikin, se do vinë cingales, bangladeshas e të tjerë. A ka qëndrim në armiqësor sa ky? Miq, një shtëpi pa tri është shtëpi pa të ardhme, një shtëpi pa djep është derë mbyllur nesër. Edhe flori po t'i ketë muret, ajo muze mund të bëhet, por shtëpi s'bëhet kurrë. Prandaj dhe e një gjoja në Tepelen kishte një grup të ri për para, burreci 2 metra i gjatë, edhe u thoshte se
me mandatin ton të 4 do të keni nga 2 kilogram far kungulli të qëruara në muaj. Ky është preokupimi, ky është vlerësimi. Unë ju garantoj se edhe pushtuar si me jegër jo shqiptar po t'ishte, në këtë katastrofë demografike nuk do guxonte kur tu thoshte një grupi trish se do u servirin mandate arshëm 2 kile far kungulli në muaj. Pra, ky është preokupimi. Duke ardhur këtu një zonjë të kthesa me përshteti me grusht, e përshteta me 2 gishta. Tani me lejoni t'i them asaj zonje, ne mund të kemi mendime të ndryshme, por ne kur, as unë as ti, nuk mund t'jemi për djepin bosh, nuk mund t'jemi që rinia, ëndra e Shqipërisë të ikën, dhe të mbetemi këtu në këtë formë, dhe këtu nuk mund t'jemi t'u ofrojmë të rive 2 kile far kungullin muaj. Nuk mund t'jemi për cinizma të tilla. Prandaj dhe ata të cilët nuk janë në Shqipëri, nuk janë shqiptar. Jo. Michael Martens nuk është shqiptar, është gjerman, publicist i njohur. Pikërisht për këto i thotë Edi Rams, ti je kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Sepse nuk mbrohet ndryshe me shumë interesa e Serbisë se të thuash të rive se do keni një 2 kile kungull, far kungulli, mandatin që vjen.